Bota po përgatitet për dyndjen e mushkonjave për vitin 2026 dhe unë doja t'ju flisja për këtë përpara se të filloj dyndja e madhe në rrjetet sociale që flitet për këtë argument. Sepse kam folur njerë vitin e kaluar dhe doja t'ju tregoja që ju tregoja për luftën e mushkonjave, që e ardhmi do tjetë lufta e mushkonjave, dhe doja që ta diskutonim sonte sepse jam i bindur që shumë prej jush do t'i interesoj shumë ky informacion. Dëgjojeni me vëmendje për të mirën tuaj, nuk ju kushton asgjë. Dhe kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihni sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Duhet të dini që në vitin 2024, sipas statistikave, ishin 14 milion të infektuar nga sëmundjet ndryshme shkaktare ishin mushkonjat. 14 milion. Dhe një pjesë e madhe prej tyre, pothuajse më shumë se gjysma, humbën jetën. Në vitin 2025, 5 milion. Pra dëgjojeni statistika se çfarë diferencë ka. Normal që këto statistika gjen nga OMS, por ndoshta me fjalë dikush do mendoj që nuk janë të vërteta, por unë ju them diçka. Shiko, është e vërtet për reduktimin që mund të ketë disa lobe që kërkojnë reduktimin e popullatës, por të mbani mend diçka. Unë qëndroj në mes, por sepse jam si ju, por duhet të dini që ka disa, për shembull Bill Gates për sa i përket mushkonjave, ai po bën disa teste të bëra jo vetëm në Meksik, por edhe në Amerikë, madje edhe në Kinë, të bëra në mënyrë laboratorike se si mund të ruhemi nga sëmundjet ndryshme. Dhe duhet të dini që mushkonja, duke pickuar njerëzit, shkon dhe e transmeton çdo lloj sëmundje qoftë ajo nëpërmjet gjakut, sepse futet tek një njeri, shkon tek një kafsh, shkon tek një shpend etj. Dhe kështu që çdo lloj sëmundje që shtyhet, me fjalë njëra pas tjetrës si efekti domino, infekton pra një pjesë të madhe të njerëzve. Tjetra është që është shumë e rëndësishme, është që në botë janë rreth 282 milion njerëz të infektuar. T'ja u përsëris edhe një 282 milion njerëz të infektuar shkaku i mushkonjave. Si është bërë kjo statistikë? Statistikat bëhen gradualisht duke marrë parasysh që në një vend të caktuar nuk ka një tip sëmundje. Dhe krejt papritur shfaqet një sëmundje. Dhe kjo ndodh në disa zona. Dhe aty kuptohet që janë shkaktare mushkonjat, janë gjetur mushkonjat pastaj dhe janë analizuar. Tani çfarë po ndodh këtë vit? Sepse këtë vit duke filluar pas, bile sot filloi ngrohtësia. Nuk e di apo jo aty ku jeni ju, por duke filluar në Itali sot, fillon nga 25 deri në 30 gradë gjithë këtë javë. Dhe shumë shpejt do të shikoni disa drone që do të lëshojnë mushkonja. Dhe çfarë janë këto mushkonja? Disa prej këtyre mushkonjave janë të modifikuara gjenetikisht. Pse? Sepse këto mushkonja shkojnë dhe vrasin mushkonjat e tjera. Pra ato mushkonja që nuk janë të infektuara me këtë lloj virusi, ose mund të quhet me këtë lloj ilaçi, si mund të quhet. Dhe tjetra është që duke të tjera mushkonja akoma, shkojnë dhe kanë një anti, një anti për një sëmundje apo për një tjetër. Dhe qoftë në për kafsh, qoftë në për njerëz, atë pak që i intereson, ajo shkon dhe pickon, dhe kështu që trupi bëhet imun, pra krijon imunitet. Normal që shumë njerëz janë të friksuar, sepse mendojnë që Bill Gates tani ka dalë dhe dojë që të vrasë. Nuk është kështu, sepse një pjesë e madhe e punës që ka bërë deri tani, dhe temi që ka bërë një pjesë të paqme, por ai, siç e ka thënë dhe vetë, sepse kohët e fundit kërkon që të tërhiqet sa më shumë nga mediat dhe të tërhiqet edhe nga detyra që ka marrë për shpëtimin e një pjesë të madhe të njerëzve, sepse sipas llogaritjeve që i ka bërë ai nëpërmjet laboratorëve, kompjuterëve dhe statistikave, ai thotë që nëse do të ecë kështu në këtë, siç po ecë njeriu, që në këtë fazë që po gjendemi ka probleme të mëdha dhe nuk do të i kaloj vitin 2030, thot Billy. Pse thot këtë? Nga një anë ka të drejtë, sepse ne kemi shkatëruar planetin. Shiko, vjeni re, nuk është banalitet ky diskutim që po bëjmë. Sepse po ta vini re, ne kemi dëmtuar ujin, nuk ka më, me fjalë ujërat e detit, me gjithë ato papastërti që i kemi hedhur nëpër det dhe hedhim çdo ditë, nuk janë më stinët si më përpara dhe kanë shtyrë njëra tjetrën, ka probleme të mëdha të motit dhe ju e dini shumë mirë këtë.
këtë vit për shembull nuk ka dëbor. S'kishte ndodhur kur që mos vite dëbor. Dhe tjetra, nuk është, do thotë ndonjëherë, po ja ndodhi, jo, sepse nuk është më si më përpara klima. Ne që jemi për shembull 50 e ca vjeç e dim shumë mirë, më përpara klima respektohej, katërstinët ekzistonin, sot jo. Dhe sipas gjasave, të gjitha këto probleme dhe ajo që kemi shkatëruar planetin duke nxjerrë naftë, duke nxjerrë minerale, duke e shkatëruar me mbeturina etj, me sëmundje të ndryshme, me toksike, me çfarë të doni ju, pra një pafundësi të këtyre problemeve do bëj që do të filloj një regres sipas Billit, një regres që nuk do të mundet njeriu të kthehet mbrapsht. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nëse ti nuk do të marrësh masa përpara se të ndodhë diçka, për shembull ti ikën vrap dhe ti pa e kuptuar, ti po ecën me 100 km/h, po nuk e kupton që je lodhur kaq shumë dhe zemra po pompon kaq fort, saqë ti nëse do të vazhdosh ende, zemra mund të plas. Ti mund të pësosh një kolaps. Kaq dhe vdes. E njëjta gjë thot ai me planetin. Nëse ti nuk do të marrësh masa paraprake, atëre do të arrish në destinacion i vdekur. Kështu që nga një ran ai ka të drejtë. Por nga ana tjetër, këto mushkonja, për shembull, sepse kam lexuar shumë për këtë, këto mushkonja ka disa nga këto që edhe çmenden. E vërtet. Me fjalë, mushkonja të çmendura, që duke krijuar edhe një imunitet fort, nuk vdesin kurrë. Dhe këto përcillen mes njëra tjetrës, ndonse këto një farë kohë pastaj vdesin, përcillen mes njëra tjetrës, dhe nëse kanë një virus, to mund ta përcjellin në pafundësi, dhe ti s'ke çfarë bën dot asgjë. Pra ka disa gjëra që ende shkenca nuk di se si të sillet. Unë them se që natyra ka krijuar çdo gjë në mënyrë perfekte. Dhe për sa i përket gjitha këtyre problemeve që ka njeriu, i ka krijuar vetë ai. Pra nuk është një diçka që mund ta pastrosh ti me mushkonja. Ky është mendimi im. Tani ne nuk bëjmë dot asgjë, por thjesht unë doja që t'ja u përcjellja këtë sepse do shikoni shumë mushkonja sa afërmi. Bile do t'ju them, përpara garazhit, më thoshte një shok, hajde të shikosh diçka, dhe vata pash. Ishin ca lloj mushkonja shkaq të mëdha. Nuk janë ato, sepse i thash, nuk janë ato tigër ato që sa i kupton se ishin mushkonja tigër. Thash nuk janë tigër, to nuk kanë, tash nuk të pickojnë, janë ndryshe. Por ka me qindra përpara garazhit. Dhe po ti shikosh në të gjitha ato zonën atje ku është ai, sepse ka garazh dhe majtas dhe djathtas, gjithë garazhet, me fjalë muret janë plot me mushkonja, miliona mund të jenë. Dhe është e çuditshme që në një kohë shumë të shkurtër erdhën këto mushkonja. Ndoshta dikush mendon që erdhën nga lagështia, sepse tani është lagështi e madhe, me fjalë kishte lagështi të madhe, dhe sapo doli dielli erdhën mushkonjat. Dakord. Po kaq shumë në një kohë shumë të shkurtër brenda një dite, duke sigurisht ti ke të lëshuar dikush me avion apo me drone. Megjithatë, përveç kësaj, ka edhe mënyra tjera për të mbrojtur. Për shembull, kam filluar tani me disa sprajt që nuk afrojnë fare mushkonjat. Ose me lazer, nëse keni për shembull, unë bleva një lazer, është ai lazeri automatik. Nuk bën zhurmë fare, e çon aty $30 mora, dhe ai është ai më profesionali. Dhe ai në mënyrë automatike, nëse shikon brenda dhomës, tak e godet, e kam zgjidhur me këtë. Përveç kësaj, është edhe ai tingulli që kam vënë në kompjuter, e lë ndezur kompjuterin, meqense me anë të kompjuterit mund ta lësh ndezur gjithmonë dhe nuk fiket, dhe ka një lloj zhurme që nuk e afron. Kështu që unë flej qet, pak të vitin e kaluar ishte kështu. Por doja të thosha që me kalimin e kohës, ky problemi i mushkonjave do të rritet akoma më shumë, sepse duhet të dini që e ardhmja nuk do të jetë më si lufta që po bëjmë sot me natyrën po flas, por do të jetë lufta me mushkonja. Me mushkonja qoftë për t'i mbjell ca lloj sëmundjesh, por edhe për t'i shkatëruar ca lloj sëmundjesh. Normal që ato lindën fillimisht për t'i shkatëruar, por lindin me fjalë një pjesë prej tyre edhe për t'i mbjell, sepse nga vetveti siç thashë më përpara, ka raste që mund si punë viruseve, që mund të lindin nga çdo gjë, sepse për shumë arsye. Dhe kështu që mund të ndodh brenda trupit të njeriu që është çdo gjë shkon mirë, po pastaj
shpërthen një sëmundje. E njëjta gjë pra edhe me këto mushkonjat. Kështu që ju informova sepse e përsëris dhe njerë, do shikoni shumë mushkonja dhe është mirë që të përgatiteni. Kalofshi mirë, natën e mirë.